Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një fërgesë të thjeshtë me speca dhe domate. Duke qenë se jemi akoma në kohë për të përgatitur fërgesa të tilla, mendova që sot të sjell këtë recetë super të thjeshtë, të cilën mund ta përgatisni për mëngjes, për drekë, për darkë, si të keni dëshirë. Në fakt, kjo është metoda se si kunata ime përgatit fërgesën me speca dhe domate, edhe unë vendosa që mënyrën e saj ta ndaj edhe me ju. E di shumë mirë që shumë prej jush mund të keni metodat tuaja të gatimit të fërgesës me speca dhe domate. Megjithatë, nëse kjo recetë ju pëlqen, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Si që thash në fillim, është një recetë shumë e thjeshtë dhe na duhen shumë pak përbërës. Ajo që do të bëjmë në fillim është pastrimi i specave. Për këtë recetë unë kam përdorur 3 speca, të cilat pasi i kemi pastruar mirë, i kemi prerë ato në copa. Përbërësit që kam përdorur në këtë video janë të mjaftueshëm për 2 persona. Nëse doni të përgatisni për më tepër persona, sigurisht do të shtoni më tepër përbërës. Në fillim do të bëjmë skuqjen e specave, të cilat i hedhim në një tigan ku kemi hedhur pak vaj dhe i lëmë që të gatuhen në zjarr mesatar për të paktën 1 ose 2 minuta, ose derisa të shikoni që të fillojnë të ndryshojnë pak ngjyrën e tyre. Në momentin që shikoni që specat janë gatuar ashtu siç duhet, në tenxhere ose në tigan do të shtojmë edhe gjizën. Për këtë recetë unë kam përdorur rreth 5 lugë gjelle me gjizë. Gjiza në këtë rast është gjizë me krip, prandaj për këtë recetë nuk kemi përdorur krip. Nëse përdorni gjizë pa krip, mos harroni të shtoni recetës edhe krip në fund. Do t'i gatuajmë specat dhe gjizën shpejt e shpejt në zjarr mesatar për të paktën 1 minutë. Mos harroni gjatë kësaj kohe mund të shtoni edhe hudhra nëse keni dëshirë. Dhe më pas tek fërgesa do të shtojmë edhe domatet. Për këtë recetë unë kam përdorur 3 domate mesatare, të cilave më parë ju heqim lëkurën dhe më pas i presim ato në copa dhe i shtojmë tek fërgesa. Tani fërgesën do ta lëmë të gatuhet pak më gjatë për të paktën 2 ose 3 minuta në zjarr mesatar, ose derisa të shikoni që domatet do të lëshojnë lëngun e tyre në tenxhere, por në të njëjtën kohë edhe do të gatuhen, pra domatet do të zbuten dhe do të fillojnë të treten pak nga pak. Mirë është që përpara se ta hiqni fërgesën, fërgesa të ketë pak lëng, pra të mos e thani fare. Ne na pëlqen ta servirim në këtë mënyrë, megjithatë, ju e mendoni vetë sipas shijeve tuaja. Në fund fare, fërgesën e heqim nga zjarri dhe keni gati për ta servirur. E shoqëroni duke ngjyrë me çapa buke dhe më besoni që ka për t'ju shijuar shumë. Siç e patë edhe vetë, një metodë shumë e thjeshtë, me pak përbërës, por në fund fare përftoni vaktin tuaj të preferuar. Kjo është një metodë që unë e preferoj shumë dhe vendosa që sot recetën ta ndaj edhe me ju. Shpresoj që edhe ju ta keni pëlqyer këtë metodë dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani për miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.